Kur kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga përmbytjet në qytetin e Vlorës, familjet e prekura thonë se përveç ndihmës në ushqime dhe veshmbathje nuk kanë marrë asgjë tjetër. Në familjen Kërnelli, kryefamiljarja shpjegon se humbon çdo gjë pas vërshimit të ujit, por nuk janë dëmshpërblyer deri më sot. Dy pago më ka asnjë gjë tjetër nuk ka. As edhe një gjë. Gjithë plaçka gjithë poshtë gjithë me të gjëneve. Ne na betën me gjishë ngoj. U faleminderit njerëzve që u mlodhë gjithë. Kush shumë e kush pak na ndihmoi se po ndryshe njerëzit po merrojnë ku të gjejnë koferën e bukës. Bëjnë ndihmë, ai sa të kish mundsinë. Po jo fare, do t'u japëm këtë, do t'u jap, do të shpërblyen para, do të çana shpërblyen. Në familjen e Gëzim Pashajt, çatia e banesës është mbuluar me plasmas pasi shirat e furishëm në tetor rrëmbyen tjegullat e vjetra, ndërsa të 10 anëtarët jetojnë në kushte ekstreme varfërie. Nasorullasi. Njërë këshilli, njërë prefektura, njërë bashkia e gjithë na bëjnë. Na gënjën thjesht me një qes me ushqime, 1 kile vaj, 1 kile oris, thjesht me një përkraj 50.000 lekë. Edhe ato kemi një 2 muaj për i marë, edhe ato që s'poj na japin. Na gënjën me 20.000 lekë, thjesht për blimin, gjoja 20.000 lekë, me ato 20.000 lekë do kënaqja fëmijën. E kontaktuar, Bashkia e Vlorës shpjegon se ky institucion është duke shqyrtuar listat e rreth 500 familjeve të prekura nga përmbytjet, të cilat do dëmshpërblehen. Ndërkohë, në lidhje me dëmshpërblimin, pritet miratimi në Këshill Bashkiak, procedurë që nuk dihet sa do zgjas.